nderuar shikuesi, përshëndes. Do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Punimet e restauruese në manastirin e Spiles në fshatin Saraqinisht të bashkisë Gjirokastër po vijojnë si pjesë e një projekti të rëndësishëm për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe rikthimin e vlerave historike të këtij objekti kulti. Pas përfundimit të restaurimit strukturor dhe arkitektonik, tashmë fokusi është përqendruar te ringjallja e freskeve, një proces që kërkon ndërhyrje të specializuar dhe kujdes maksimal. Pas rreshjeve të ditëve të fundit, Drejtoria e Bordit të Kullimit në Gjirokastër ka identifikuar zonat më të rrezikuara që kërkojnë ndërhyrje emergjente për të shmangur përmbytjet e tokave bujqësore gjatë ditëve me rreshje intensive, ndërsa janë planifikuar projekte të reja për vitin e ardhshëm. Pas shirave me intensitet të lartë, situata në bashkinë Delvin mbetet ende problematike, me disa akse rrugore të bllokuara nga shkarjet e verave. Grupet e punës po vijojnë ndërhyrjet në terren për të rikthyer shërbimet jetësore tek familjet e izoluara. Vitet e fundit, Universiteti i Gjirokastrës ka shtuar angazhimin e tij për të ndjekur zhvillimet bashkëkohore në arsim dhe për të zgjeruar rrjetet akademike në nivel ndërkombëtar. Inteligjenca artificiale, inovacioni në arsim në një botë që ndryshon vazhdimisht. Titullohet konferenca zhvilluar në bashkëpunim me Universitetin e Rumanisë Dimitre Cantemir. Ju njohim tani më gjerësisht punimet restauruese në manastirin e Spiles në fshatin Saraqinisht të bashkisë Gjirokastër po vijojnë si pjesë e një projekti të rëndësishëm për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe rikthimin e vlerave historike të këtij objekti kulti. Pas përfundimit të restaurimit strukturor dhe arkitektonik, tashmë fokusi është përqendruar te ringjallja e freskeve, një proces që kërkon ndërhyrje të specializuar dhe kujdes maksimal. Në manastirin e Spiles në fshatin Saraqinisht të bashkisë Gjirokastër, pas përfundimit të projektit të arkitekturës dhe restaurimit të plot strukturor dhe arkitektonik të këtij objekti, po vjon puna për restaurimin e freskeve të tij. Investimi ka vlerën rreth 30 milion lekë dhe procesi pritet të përfundojë në janar të vitit 2026. Pas përfundimit të projektit të arkitekturës dhe restaurimit të plot në ana strukturore dhe arkitektonike të këtij objekti, po vazhdohet me restaurimin e afreskut, ku ndërhyrja është specifike dhe po kryhet në disa prej specialistëve më të mirë restauratorë të vendit tonë. Ka një proces i cili do marrë kohën e tij për shkak të teknikave që përdoren, është një proces i cili do përfundojë, po themi, brenda muajit të parë të vitit të ardhshëm. Gjatë kësaj periudhe, vizitueshmëria në këtë objekt kulti mbetet e lejuar, duke respektuar masat e sigurisë. Në kulturë edhe manastiri Spiles, i cili në fakt është në objekte më të rëndësishme të trashëgimisë tonë kulturore të kultit, ka patur në mënyrë periodike vizitorë të ndryshëm të cilët janë dhe të aventurës për shkak të pozicionit geografik i cili ky manastir ndodhet. Por gjatë kësaj periudhe, i cili ka qenë dhe në kontekst restaurimi dhe është kantier ndërtimi, gjithmonë janë respektuar masat e sigurimit teknik, pasi këto objekte kur kryen punime nuk mund të jenë të vizitueshme për shkak të rrezikshmërisë që mund të paraqesin për vizitorët. Me përfundimin e këtij procesi restaurimi, ky manastir duhet jo vetëm për vizitorët, por të gjithë besimtarët e zonës të cilët do ta përdorin për objekt kulti. Ky objekt kulti përfaqëson një vlerë të rrallë historike dhe shpirtërore, i njohur për arkitekturën karakteristike dhe ikonografinë e pasur që ruan prej shekujsh. Për herë të parë, në ditën e çlirimit u zhvilluan homazhe edhe në varezat monumentale të Klogjerit, krahas Sarandës, Delvinës dhe Konispolit, përfaqësues të shoqatës Çamëria dhe veteranëve të lanë që nderuan viktimat e eksodit tragjik të vitit 1944. Për herë të parë, dita e çlirimit të Shqipërisë u shoqërua me homazhe dhe nderim të rënëve jo vetëm në Sarandë, Delvin dhe Konispol, por edhe në varezat monumentale të shqiptarëve të Çamërisë në Klogjer. Qytetar, drejtuese, përfaqësues të shoqatës Çamëria Sarandë dhe të organizatës së veteranëve të lanç Konispol u mblodhën në Klogjer të Sarandës, një nga territoret më të dhimbshme të kujtesës historike shqiptare, lidhet me humbje jetësh njerëzore gjatë eksodit biblik të vitit 1944. Dita e çlirimit ka dëshmor, por ka edhe therror, do të shprehen nga varezat monumentale të Klogjerit deputeti i Partisë Socialiste për Sarandën, Ardit Bido. Kur vjen fjala për ditën e çlirimit, ka dëshmor, por ka dhe therror.
dhe ne respektuam sot në varezat e dëshmorëve në Delvin, në Sarand, në Konispol, në Himar dëshmorët, duhet të vinim dhe këtu që të respektonim therrorët. Shqiptarët e Çamëris janë popullsia e vetme e cila ka luftuar ndaj pushtuesit nazist në 2 ushtri. Edhe në batalionin Çamëria këtu në Ushtrinë Nacionale Çlirimtare dhe në batalionin Alidemi në Elas. E në fund, kjo luftë për të dëbuar nazizmin nga trojet tona u përkthye në kthimin në terror të kësaj popullsie. Kështu që sot ne respektojmë dhe vendosim lule jo vetëm ndaj atyre që kanë rënë dhe kanë emrat këtu, jo vetëm ndaj atyre që kanë dhënë jetën për atë dheun vetëm dhe vetëm se ishin shqiptar, por mbi të gjitha për shpirtin ton. Homazhe në varezat monumentale janë organizuar çdo vit më 27 qershor, ndërkaq deputeti Bido tha se nuk mund të vim këtu një herë në vit, por të jemi këtu vazhdimisht për të treguar se nuk harrojmë dhe se çështjes Çame do t'i vi dita të zgjidhet pasi ka të bëjë me të drejtën. Ne vendosim lule sot sepse nuk mundet të vim këtu vetëm 27 qershor një herë në vit, ne duhet jemi këtu vazhdimisht në mënyrë që të deklarojmë se nuk harrojmë, se Çamëria është gjallë dhe sa herë e kujtojmë ne, do të thotë që çështja Çame do t'i vi dita që do zgjidhet. Më shumë nga gjithçka e tregon fakti se këtu është rinia. Çamëria nuk mund të humbasi për aq sa kalon në përbreza, sepse çështja Çame, Çamëria ka të bëjë me të drejtën. Kështu që lavdi dëshmorëve të adheu të gjithë atyre të cilët lanë me gjakun e tyre trojet shqiptare për të dëbuar pushtuesit dhe lavdi për të gjithë ata të cilën humbën jetën vetëm se ishin shqiptar. Këto vareza memoriale u ideuan dhe realizuan në Klogjer si një nga vendet ku 81 vite më parë qindra familje Çame të deportuara nga territori i shtetit grek ishin grumbulluar për një kohë para shpërndarjes nga shteti shqiptar në rajone të ndryshme të vendit të varfër komunist. Përveç se një varezë publike në mermer, ajo përfaqëson edhe një vepër me vlera të mirë fillta të artit dhe simbolikës së jetëve njerëzore të sakrifikuara. Pas rreshjeve të fundit, drejtoria e bordit të kullimit në Gjirokastër ka identifikuar zonat më të rrezikuara që kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për të shmangur përmbytjet e tokave bujqësore gjatë ditëve me rreshje intensive, ndërsa në vijim janë planifikuar projekte të reja. Pas rreshjeve të ditëve të fundit, drejtoria e bordit të kullimit në Gjirokastër ka evidentuar në terren pikat më problematike që kërkojnë ndërhyrje emergjente për të shmangur përmbytjet e tokave bujqësore gjatë ditëve me rreshje intensive. Problemin e kemi për tek zona e fshatit Dervician, kërkohet të bëhet një mbrojtje nga ana e Lumidrino, ka një fermeri që ka mbjell pemë frutore dhe rrecikohet dhe ka grirje të tokës së tij. Po ashtu kemi për të ndërhyrë në tregun agroshqimor, në krau i djathtë i rrjedhës së Lumidrino, është një gjatësi rreth 300 metra linearës, i cili dhe ai kërkon rehabilitim. Gjithashtu kemi në zonën e fshatit mashkullor, edhe më tej. Për vitin e ardhshëm janë parashikuar 10 projekte që do të forcojnë sistemin e kullimit dhe do të reduktojnë rrezikun e përmbytjeve. Gjithsej ne kemi të përgatitura të vlerësim paraprak rreth 10 projekte, të cilit kemi dërguar për çelën e fonde për projektim, për të bërë projekte zbatimit dhe jemi në pritje të përfundimit të tjerë të projekte të zbatimit. Nga ana e drejtorisë generale të drejtorisë së ujit dhe ekzekutimit në Fier, po mirën masa për të çelur sa më shpejt këto fonde dhe për të kryer projekte të zbatimit. Jemi në pritje. Autoritetet lokale nënvizojnë rëndësinë e ndërhyrjeve të shpejta dhe paralajmërojnë fermerët për kujdes të shtuar gjatë periudhave me rreshje të dendura. Investimet e reja synojnë të mbajnë prodhimin bujqësor dhe të ruajnë tokat nga dëmet e ujrave. Pas shirave me intensitet të lartë, bashkia Delvin mbetet ende problematike me disa akse rrugore të bllokuara nga shkarjet e dherave. Grupet e punës po vijojnë ndërhyrjet në terren për të rikthyer shërbimet jetësore të banorëve në zonat e izoluara. Pas ditëve me shira me intensitet të lartë, situata në territorin e bashkisë Delvin
vlerësohet dhe do ende punë për të shkuar në normalitet. Kjo për faktin se ka ende akse rrugore dhe banor në vështirësi qarkullimi për shkak të shkarjeve masive të dherave. Ersi Hamiti, shefi kabinetit në këtë bashki, tregon se grupet e punës janë në terren, duke u fokusuar sidomos në rikthimin e shërbimeve jetësore në familjet e mbetura të izoluara për shkak të motit. Probleme kemi në disa akse akoma rrugore ose familje të cilat për shkak të terrenit të vështirë dhe shumë lagështir mbeten akoma të izoluara. Grupet emergjente ka janë gjatë gjithë kohës në gatishmëri për të sjellë normalitetin e tyre. Më shumë jemi të fokusuar tek familjet që kanë nevojë që asnjë familje mos të jetë peng i situatës, që mos ketë shërbim, mos mungoj absolutisht asgjë ndaj tyre. Vëmendje po i kushtohet edhe aksit rrugor që lidh fshatrat Lefteor, Kakodiq e Vrafaj, ku po bëhen përpjekje për rehabilitimin përfundimtar pas zgjidhjes së përkohshme me mjete rrethanore të ditëve më parë. Aksi që lidh tre fshatrat Kakodiq, Lefteor dhe Varfaj, i cili me mjete rrethanore është mundësuar ditën e djeshme të jetë i aksesueshëm. Ne do të bëjmë prapë ndërhyrje këtu që ta sjellim të rehabilitojmë 100% siç ka qenë momentin e parë, duke parë situatën që na sjell natyra i bëj thirrje gjithë komunitetit, bizneseve, strukturave vendore dhe qendrore që ne gjithmonë të jemi më elastik. Puna që po bëhet sidomos në zonat rurale të bashkisë Delvin për përballimin e pasojave të shirave të rrëmbyeshëm dhe rikthimin e normalitetit në jetën e të gjithë banorëve, po shoqërohet edhe me një apel për të qenë miqësor me natyrën duke mos lejuar shfrytëzim të lumenjve, përmarrje inertesh, duke mos dëmtuar prita tombino e të tjerë. Vitet e fundit Universiteti i Gjirokastrës ka shtuar angazhimin e tij për të ndjekur zhvillimet bashkëkohore në arsim dhe për të zgjeruar rrjetet akademike në nivel ndërkombëtar. Inteligjenca artificiale, inovacioni në arsim në një botë që ndryshon vazhdimisht. Titullohet konferenca zhvilluar në bashkëpunim me Universitetin e Rumanisë Dimitre Cantemir. Universiteti e Qerim Çabej mori pjesë në konferencën ndërkombëtare Inteligjenca artificiale, inovacioni në arsim në një botë që ndryshon vazhdimisht, zhvilluar në bashkëpunim me Universitetin Dimitri Cantemir në Rumani. Konferenca mblodhi pedagog, kërkues dhe profesionist nga fusha të ndryshme, duke ofruar një platformë për diskutime mbi rolin e teknologjisë, inteligjencës artificiale dhe inovacionit në arsimin modern. Në një botë të ndryshimit të vazhdueshëm, në një botë kur inteligjenca artificiale ka bërë obses mendjet tona, mënyrën se si ne jetojmë, si komunikojmë, si bashkëveprojmë, bashkëpunojmë me njëri tjetrin, tema ishte shumë adekuate, tema e konferencës ishte shumë adekuate, shumë e gjetur dhe shumë aktuale. Konferenca zhvilloi sesione në zhvilloi punime në disa sesione, si në atë të ekonomisë, të shkencave të edukimit, të psikologjisë, të pedagogjisë, të shkencave mjekësore, duke ditur se inteligjenca artificiale gjen kudo zbatim dhe aplikim në ditët tona. Ideja është dhe pyetja thelbësore është nëse në të botë të ndryshimit të vazhdueshëm dhe të inovacionit teknologjik, duhet që mendjet njerëzore, mendjet humane të drejtojnë inteligjencën artificiale dhe jo ajo të na obsesojë mendjet tona dhe çfarë do lloj veprimtarie që ne zhvillojmë. Po ç'do të thotë për Universitetin e Gjirokastrës pjesëmarrja në një event të tillë? Kjo konferencë solli një risi të re edhe në universitetin ton, duke ditur se gjithë departamentet, gjithë, jo vetëm të neve, po gjithë dhe universitetet në kudo botën mbar, inteligjencën artificiale po e shikojnë si një mënyrë zgjidhje ose shpëtimi, apo dhe një farë ndryshimi mendësi ose mentaliteti në jetët e tyre, në mënyrën se si ata komunikojnë dhe bashkëveprojnë. Gjatë 2 ditëve të aktivitetit, pjesëmarrësit zhvilluan diskutime mbi arsimin dhe formimin akademik, inteligjencën artificiale të aplikuar në proceset mësimore, menaxhimin e cilësisë në arsimin e lartë, inovacionin digjital dhe kërkimin ndërdisiplinor. Bizneset e bashkisë së Konispolit kanë pasur një sezon të mbar turistik me të ardhurat e larta gjatë verës. Administratorët thonë se periudha e dimrit është më e vështirë për shkak të rënies së klientëve, por pavarësisht kësaj ata mundohen të përballojnë shpenzimet, pasi këto biznese janë burimi kryesor i të ardhurave për familjet e tyre.
Gjatë sezonit turistik, bizneset në Konispol kanë pasur një ecuri të mbar me të ardhura dukshëm më të larta krahasuar me muajt e tjerë të vitit. Administratorët e lokaleve, dyqaneve dhe shërbimeve të zonës thonë se fluksi vizitorëve gjatë verës ka sjellë përfitime të ndjeshme ekonomike. Ka qenë më i mirë nga viti kaluar, ka qenë disi më i mirë. Po nuk diskutohet që pozitivisht, kur ka punë ka dhe të ardhura, kur s'ka punë s'ka të ardhura. Tani ka përmirësime më ndryshe, është në fakt nga vitet e kaluara shumë ndryshe, shumë ndryshe. Pa tjetër që ndikon, ka shumë më shumë të mira fitime me fjalë. Tani si kudo, edhe këto është djerë pak, po gjithsesi po ecën mirë. Ndikon, po. Ndikon, bile këtë vit ka patër shumë turist. Vinë, ikin. Po ardhja e turistëve në qytetin tonë ka ndikuar gjithmonë për mirë. Jo sot, po në vazhdimësi, përkundërzi, edhe ne ndjejmë ata, si profesionistë, si zanaçinj, edhe këtu kthehen, edhe bëjnë edhe shërbimet e tyre, po edhe në lokalet ndryshme. Megjithatë, sipas tyre, periudha e dimrit mbetet sfida më e madhe. Numri i turistëve bie ndjeshëm dhe bashkë me të edhe xhiroja ditore. Shumë biznese detyrohen të funksionojnë me kapacitete të reduktuara, duke bërë kujdes në menaxhimin e shpenzimeve për të përballuar sezonin e dimrit. Sigurisht që janë më të vështirë sepse nuk ka të huaj, nuk ka të ardhur, kryesisht ju shërbejnë vetëm banorëve vendas. Tani më vështirë është se tani edhe vështirësit i ka koha, dimri, vera është pa tjetër që ka më shumë lëvizje se hynë dalin, po tani me vështirësi, ka vështirësit e veta edhe. Me këtë biznes mbani vetëm familje? Me këtë. Muajt e dimrit janë më të vështirë. Të themi të vërtetën, në krahasim me muajt e verës beharit. Në muajt e beharit ka lëvizje më shumë. Në dimët të kuret ardhja e turistëve. Pavarësisht vështirësive, administratorët shprehen se nuk e humbin optimizmin. Ata thonë se këto biznese janë burimi kryesor i të ardhurave për familjet e tyre dhe do të vijojnë të punojnë për t'i mbajtur ato të qëndrueshme. Shpresa e tyre mbetet tek një sezon i ri turistik, që pritet u sjellë sërish gjallëri dhe të ardhura më të larta zonës. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.